Valla më mbroj nga kufri mos besim. Si kena të garantuar imanin hoxha, po ja. Shumë veta po dalim pe fe. Sidomos në kohën e trazirave, sidomos kohën tonë bashkore, që na ka paralajmëruar dërguar Allahut. Sallallahu alaihi wasallam. Ka marrë një kohë, ka për ta zënë mëngjes njeriu besimtar, mbrëm një mos besimtar. E shet thellë për plaçet e kësaj dunjas. Jo sot është duke ndodhur. A kufri është më e rrezikshme? Kufri është xhenem, mos besimtari shkon në xhenem. Kapitali besimtar është imani, edhe du të më rujt si sytë e ballit. Edhe në fund o Zot, më mbroj, më ruaj, që më afroni unë më bë mos besim dhe kufër. Allah na rujt edhe na Allah forcoj na ruaj deri në momentin e fundit. Deri në çastin e fundit Allahu na rujt kapitalin më të madh që është besimi dhe imani në Allahun dhul xhelal. Që i bie të që i në rrit musliman. Po, Se dikush po thotë se jam musliman. Pa nuk e di se çfarë rreziku janë ato apo hoç. Kur ti në varr se Allah i vedi soft, Allah i vedi soft, Allah i vedi soft. rreziku është i madh xhenemi. Vujtje Kandidat për atje, nëse thu, valla nuk jam në musliman.